shiko dhe zër, sikur Allahu ta kish katru Firaunin mini herë, minimumi i kish mi hup 83.000 musliman profesionista. Me shkollë janë konë 83.000 që janë paraqit qëfar 3.000 pi palatit si hirbaz, edhe 80.000 që kanë ardhur vullnetar për me mujt Musajin a.s. Sikur Allah ta kish katru Firaunin para se marë Musaj pejgamber, këto 83.000, për me arë këto 83.000, për mu bo argument edhe për ata tjerë që kanë me besue, Allahu që thot, ne zullumqartë i shkatrujmë qështu. Ne arë nëzirin besimtarin për aty, pasaj e lojmë ata. Derisa të mese faraoni vetë dhe me arrogantët e vetë, nuk e shkatrojna, që të pastrohet qëfar? Që të pastrohet e mira pit keqës. Pasaj kur të mete veç e keqja, Allah thot, kur të mete veç e keqja, e morë në e gjujnë në gjenem. Ama njëherë ashtu e përzime. A nuk është Asia ati mrena? A nuk o gruja Firaunit besimtara ati mrena? Po, e du të me pru punën mudapja ati, me u lërgua jo për aty. Pa këta si jo vezër, shpesh herë në thëna, pse nuk me godet Allahu gjele gjelalu? Po ku e diti nështë të mrena zullumqarin shpe aty, o një djali cili ka mu bo musliman, ti se di Allah të ka dale, ka dale. I vjen radhe dhe këti zullumqarin. Po du të me nxera djalin për aty, me sebepe. Pa këta si jo musugut një vezër, Allahu me zdo zullumqar ka mu mor, Allahu me zdo diktator ka mu mor. Dhe historia para neve është dëshmi, dhe historia e ardhshme është me lenin Allahu te bareke ve teala dëshmi për neve.